shumë herë bile ma bëj kini shoqe i vetë prind për gjithë shka. Ti dush me vendos vetë, unë i thomë, duna me vendos vetë. Po prind, kom qef një vendim për prindve, se kur ta dënë të mirën ma shumë se prindi që t'ka rritë, se ka prind që si rritin fëmijët edhe, apo kuptan, i lojnë. Po prind e mi, gjatë procesit rritjes tam, jënë kujdes për mu, kështu që unë e du këshilla prej mamit edhe babit, një fëmiri tepër të mirë, sportiste, hiperaktive. Pra një tip ma i gjallë? Po, shumë tip i gjallë, ma ndjena në moshën 12-13 vjetë më thërnëm për modele, po kur shkova aty janë esën me dashni mi hek vetlat, me mbo kënë ndryshe prej vetës edhe prind s'pranun edhe ndërprejta, nuk shkova. Po. Ma ndjena qështu fillova me... A ke mendu ndë njëherë që të shta qka nëse kisha vazhdu atëherë, që nga ajo mosh? Shumë ma mirë se kom vazhdu se 12 vjetë, që ako me po prej qasaj koha, po kupton rrit nga bëllë, heki vetlat bëllë. Kështu që i thëmë ka njerë, do të mi ndëgju prind, se edhe ata, nuk ta dojnë të keqen ata, edhe babi ma pa ndërprim, fakt, edhe kom dëgju. Po. Kështu që shumë ma mirë, ma ndina me një film kom marrë pjesë, filmi parë, Kosova, që shtu në shkollë më kanë thirë, edhe s'kom qenë hala aktore, po fillova me modelizëm, dikon moshën 15-16, ma ndë edhe fillova me punu, apo kupton jo me najtë, se jam person që s'kom qef me najtë një ven. Momentin që i të ri një ven, unë e thomë, shka jetë, au plaka, që au bukshtë, do të me punu, me mundu me arritë. Edhe qështë? Po, në qëfëse dërta ishe këthy në atë kohë, kështë taku vetën 15 vjeqare, duke luajtër një film. Qëka i kështë thonë, sepse gjithë një karriere tërë, dërta qëka kështë mësu, qëka i shkundi mesazh, qëka kështë thonë vetës thonë dhe në atë moshë? Në atë moshë. Jëmë kom person pak ma i papërkushtum. Ma kom pritu, menjën e madhe, të më sprekën tokë, i shët ashtë shumë femna që s'kanë kur gjohë edhe menjën për pjetë, ka dalë breshkel për toke. Fakt edhe one, nështë që ashtë jëmë konë, jo me lavdu vetëm, po e gjatë, e mirë, nuk jëmë konë, adin kom ranë sy, po së është deshtë me majtë të natë qëndrema ashtu, po për shambull kërë më kanë fëtu një film, ma shumë u përkushtu, ma tepër me konë me vendost. Unë në fakt e bëjsha një punë e lejsha, qështu, jo stabile shumë, kështu që vetën e kësha këshilu, po dhe shumë femna tjera fillon e një punë, po kur të fillon e përfundone, mami më thejke, ti po pianist di shkafit edhe pelem, përfundo dheri në fond. Ma ndina qështu, në ndërko shpreja dëshirë me shku në Londër, studime 3 vite, për gjuhën angleze kom shku atje, masje kom përfundu fakultetin e arteve degën e aktrimit,